Të flasim për aktualitet politik me Blerina Gjulametin, është deputete e Partisë Socialiste. Mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Zonja Gjulameti, do të flasim vërtet për të gjitha ato që kanë ndodhur gjatë ditëve të fundit dhe çfarë pritet të ndodhë. Megjithatë, le ta nisim me dekretimet e ministrave të rinj, sot u dha le të themi bekimi i parlamentit, por është diskutuar shumë për sa i përket ministrit të Brendshëm, zotit Xhafe. Partia Demokratike ka kundërshtuar dhe janë hedhur akuza publike. A do të ishte mirë në këndvështrimin tuaj që fillimisht le të themi të ishin marrë disi në konsiderat, ishin përballur faktet me akuzat dhe më pas të bëjë emërimi për të dhënë dhe një qetësi dhe publikut? Besoj që Partia Demokratike nuk na ka zhgënjur dhe kësaj radhe, si kundër ka bërë në këto 4 vite, ku mundohet pafundësisht hedhi balt mbi çdo person i cili është në drejtim të reformave më të rëndësishme në Shqipëri, si kundër ka qenë zoti Xhafa. Zoti Xhafa ka kryesuar Komisionin për reformën në drejtësi, një nga reformat më të përshëndetura dhe një nga reformat kyç, e cila pritet që bashkë me procesin e vettingut, pra implementimin e reformës në drejtësi, një nga reformat që është një kusht paraprak për hapjen e negociatave me BE-n. Unë mendoj që opozita vërtet ka si armën e saj më të fortë fjalën, por gjithashtu ne si persona publik, si ligjvënës, atë që kemi detyrë dhe është një detyrë publike edhe ndaj atyre që na kanë votuar, është që jo vetëm të bëjmë akuza, por mbi të gjitha të faktojmë ato akuza që kemi. Unë mendoj që nëse kanë patur diçka të vërtet, më pas edhe zoti Xhafa e bëri publike qëndrimin e tij ndaj këtyre akuzave, nëse kishte diçka të vërtet, duhet i drejtoheshin të gjitha organeve që merren me këtë çështje, dhe jo vetëm thjesht të jenë çështje që kanë të bëjnë në debatet e tyre, nga ajo çadra, e cila është çadra në vendin më të gabuar të mundshëm, çadra e pengimit të çfarëdo lloji reforme në Shqipëri. Pse akuzat e opozitës ngelen gjithmonë akuzat e opozitës? Ka çështje të cilat janë gjithë përfshirëse. Në këtë rast, le ta marrim këtë rast, minimalisht nuk duhet të ishte hapur dosja e zotit Xhafe përderisa akuzohet për disa vepra të kryera në periudhën diktatoriale. Unë mendoj që një njeri i cili është përgëzuar për reformën në drejtësi, pikë së pari do ishte një person i cili është i pacënueshëm nga ana e integritetit profesional, apo më pak të ketë bëjë me krimet e komunizmit. Dhe këtë gjë e ka vërtetuar dhe zoti Xhafa, sikundur e thash, në daljen e tij ose në reagimin e tij publik mbi afatet kohore për të cilat flitej që ai ka qenë hetues. Dhe ndërkohë edhe për akuzat publike në persona të cilët i kanë bërë këto akuza, dhe çuditërisht janë persona që nuk jetojnë në Shqipëri, persona që janë jashtë Shqipërisë, dhe kur vjen fakti tek faktet që ne kërkojmë të japim, zoti Xhafa nuk ka qenë në detyrë në momentin që këta persona janë dënuar, keq trajtuar, dhunuar. Që unë mendoj që më shumë se sa të flasin faktet në këtë rast, nuk kemi ç'të themi më. Dhe mendoj që zoti Xhafa është një nga personat kyç për sa i përket se reformës që të gjithë është kryer reformat, themi, e të gjithë reformave që kjo majorancë qeverisëse, Partia Socialiste ka ndërmarrë në këto vite, dhe mendoj që është një nga reformat që jep më shumë përgjigje interesit qytetarëve. Sido që ne ta kthejmë, çfarëdo që ne të themi, sondazhet janë që 97% shqiptarëve shikojnë sistemin e drejtësisë si një sistem më të korruptuarin, sistemin me më pak integritet dhe sistemin që shkakton një sër probleme që kanë bëjnë si dhe me pjesën e pronësisë, dhe pothuajse çdo kush në Shqipëri, mos në një mënyrë apo në një mënyrë tjetër, është dashur të përballet me një drejtësi e cila ka të bëjë më shumë me drejtësinë e xhepit dhe shitjes dhe blerjes, sesa me drejtësinë atë që presin qytetarët. Kështu që zoti Xhafa besoj dhe jam e bindur që nuk ka të bëjë me asnjë nga ato akuza për të cilët është përfolur këto ditë. Mbase Partia Socialiste nuk e kishte imagjinuar që le të themi emërimi i zotit Xhafaj në krye të Ministrisë së Brendshme do të shkaktonte një debat publik dhe do të jepte një motiv më shumë opozitës për të krijuar një kaos tjetër, por e kishte mirë menduar që kjo do të shkaktonte një provokim brenda koalicionit, referuar këtu Lëvizja Socialiste për Integrim? Nuk besoj se ka patur një reagim nga Lëvizja Socialiste për Integrim për sa i përket zotit Xhafa. Zoti Xhafa, nëse do kishte një akuzë për zotin Xhafa, atëherë në momentet që filloi të kryesonte Komisioni për Reformën në Drejtësi, këto akuza do të ishin. Unë kam parë një, të themi, emrusin e përbashkët gjithë akuzave që bëhen nga opozita apo nga kushdo tjetër, të cilët tentojnë në çfarëdo lloj mënyre të pengojnë kryereformën, ose më saktë atë që është në interes të gjithë shqiptarëve, sa herë që ndodh bëjmë një hap përpara, tentojnë të pengojnë në çfarëdo lloj hapi që ne bëjmë. Kur zoti Xhafa kryesonte reformën në drejtësi, askush nuk u çua të fliste apo edhe të akuzonte diçka. Përse është kjo sot? Sepse po të dëgjojmë ato çfarë kryetari i opozitës nga çadra e pengesës, e çadra e pengut të madh, që duhet ta quajmë një çadër që unë e them me gojën plot, në vendin më të gabuar të mundshëm.
është një çadër që tenton rregullisht të mbaj peng Shqipërinë. Dhe nga ajo çadër deklaroi që nuk do të lejojmë dekretimin, duke i bërë thirrje presidentit. Mbasi presidenti bëri detyrën e tij kushtetuese, doli në një tjetër që filloi me akuzat e dyta, të treta, por më shumë se sa ne të diskutojmë mbi faktin se çfarë kërkon një numër i kufizuar njerëzit të cilët janë ngujuar në atë çadrën që tenton të mbajë peng të ardhmen e këtij vendi, ne duhet flasim çfarë është në interes të qytetarëve. Dhe në interes të qytetarëve ne duhet të shkojmë në datën 18 qershor, ti përgjigjemi për çfarë kemi bërë, për çfarë nuk kemi bërë dhe çfarë duhet bëjmë në mandatin tonë të dytë qeverisës. A ka krizë në koalicion? Referuar të gjitha përplasjeve të fundit që janë bërë nga eksponentë të ndryshëm mes Partisë Socialiste dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim, debati Rama, Tahiri, Nikolla, Kryemadhi, dhe në fokus janë dy gjëra, është droga dhe reforma në arsim. Atëherë, më shumë se sa të flasim për përplasje, unë mendoj që janë debate. Koalicioni funksionon, konstruktive besoj. Ky koalicion ka treguar që në këto 4 vite qeverisëse ka udhëhequr reformat më të rëndësishme në Shqipëri, reformat të cilat janë shtetëndërtuese. Kemi qenë së bashku për sa i përket disa reformave, së pari reforma që kishte të bënte me ndërtimin dhe ngritjen e besimit në institucionin e policisë së shtetit, ku shikoi një tjetër institucion i cili shqiptarët kishin humbur besimin dhe sot është një nga institucionet më të besuara. Dhe këtë ka qenë zoti Tahiri në kryet Ministrisë së Brendshme, që ja ka dalë të ketë sukses në atë reformë. Më pas kalojmë në reforma të tjera të rëndësishme, sikundër ishte reforma në arsim. Sot nuk flasim më për mësues të cilët largohen apo vinë në punë për shkak të bindjeve tyre politike, po sot flasim për një sistem që ka të bëjë me meritokracinë dhe një sistem që ka të bëjë me cilësinë në mësimdhënie. Unë nuk besoj që ja kemi dalë 100% për sa i përket reformës në arsim, se reforma në arsim është një reformë e cila rezultatet do të vazhdoj të japi brez pas brezi. Të gjithë ata që janë marrë së paku një herë në jetë me mësimdhënien, e din çdo të thotë të ndërtosh të ardhmen e këtij vendi nëpërmjet mësimdhënies. Dhe unë jam e bindur që ne po ja dalim. Kam parë dhe kam qenë pjesë e disa prej debateve për sa i përket reformës në arsim të lartë, është një nga reformat e cila ka patur më shumë se çdo reformë tjetër, gjithë përfshirje të gjithë aktorëve që janë, ose më saktë, ata që merren me pjesën e arsimit në të gjitha nivelet. Po, ka patur debate, praktika e pranimit në universitetet. Kam idenë që në Shqipëri ka ndodhur një sër ndryshimesh për sa i përket arsimit, jo vetëm arsimit lart, por në gjitha. Janë lodhur të rinë. Dhe pikërisht janë lodhur, por nuk ka të bëjmë. Pikërisht të bëjnë eksperimente të shpeshta. Eksakt. Nëse do të flasim për reformën në arsim, mund të shikojmë që vitet e para ka patur rezultate. Sot po të shikojmë kurrikulat, nuk janë kurrikulat të cilat ndryshojnë nga viti në vit në bazë të personave që vinë në qeverisje dhe të lidhjeve të tyre me shtëpitë botuese për tekste alternative pafund. Kemi tekste të unifikuara, tekste të cilat nuk janë më tekste të cilat nga një autor në autorin tjetër, nga një person në tjetër ndryshonin në bazë të interesave, po tekste të unifikuara dhe tekste të cilat janë tekstet më të mira për sa i përket arsimit jo vetëm në Shqipëri, po kudo. Ndërkohë për reformën në arsim, sikundër po përmendja, ka patur shumë debate dhe diskutime për mënyrën se si. Implementimi i një reforme të re sjell një lloj rezistence dhe kjo është normale kudo. Nëse nuk do të kemi arritur maksimalisht të informonim studentët për sa i përket kurrikulave që do të kishin, mënyrës së zgjedhjes së universitetet dhe mënyrës se si do të implementojë kjo reformë, kjo nuk do të thotë që ka patur dështim, po përkundrazi ka nevojë për përmirësim. Debatet brenda një koalicioni në momentet që kanë të bëjnë me debatet të cilat janë në funksion të përmirësimit të punës, unë mendoj që janë konstruktive. Pjesa tjetër më pas emocionale, besoj se duhet ja lëmë momentet dhe personave të cilat i bëjnë ato reagime personale, më pak se sa të themi që ka një debat që ka brenda koalicionit. Në reagime disi, le të themi, mund të jenë dhe të nxituara për efekt kundër përgjigje, është thënë që janë dhe politike për të marrë vota, le të themi, LSI-ja ka qëllime që të marrë vota me qenë se jemi në prag të fushatës elektorale, por dy problematikat kanë ekzistuar që herët. Këtu i referohem dhe drogës, se përket drogës, Lëvizja Socialiste për Integrim ka ngritur zërin që herët që është një problematik dhe e ka pranuar shumë më shpejt dhe më sinqerisht më hapur se sa majoranca. Lëvizja Socialiste për Integrim është një lëvizje, është një parti e cila është në koalicion, partia e dytë në koalicion, dhe çështja e kanabisit nuk është një çështje e cila lindi me majorancë, ndaq më pak ka lindur me Partinë Socialiste. Përkundrazi,
me zotin Tahiri në kryet Ministrisë së Brendshme, intensifikimi kundër kultivimit të kanabisit ka njohur rezultate të cilat janë përgëzuar edhe nga ndërkombëtarët. Nëse sot flasim për çështjet kanabisit, edhe ne jemi të bindur që është një problematik për sa i përket Shqipërisë, por nuk është vetëm një problematik e Shqipërisë. E pranoni që kanabisi është masivizuar në mbjellje gjatë kësaj qeverisje, gjatë këtij 3 vjeçari? Nuk është masivizuar në mbjellje apo në kultivim, por është masivizuar kapja e kanabisit apo azgjësimi i kanabisit. Dikur nuk flitej për sa ishin tokat e mbjella me kanabis në Shqipëri, por kishim Republikën e pavarur të Lazaratit, kur politikanët e dikush apo të themi majoranca e dikushme, qeverisja e dikushme, e pranonte me gojën plot që nuk mund të ndërhyjmë dhe e shikonin si çështje politike për të mos ndërhyrë. Ndërkohë që në momentin e ardhjes në qeveri nga majoranca e majt, lufta ndaj kanabisit dhe kultivimit kanabisit dhe trafikimit të tyre ka qenë intensifikuar dhe shifrat, të cilat nuk janë, meqense ne gjithmonë flasim për ndërkombëtarët dhe duam pjesën që të njohim, i kemi më të besueshme shifrat të ndërkombëtarëve se sa shqiptarët, tregojnë që ka patur një intensifikim të luftës, por ende ka shumë për të bërë për sa i përket kultivimit kanabisit në Shqipëri. Por nuk është një çështje që ka të bëjë me kush e pranoni pari, pasi nëse nuk do ta kishim pranuar, nuk do të kishim patur një fokus të veçantë ndaj atij fenomeni. Situata është, le të themi, në një pikë kritike sa i përket kjo politike, protesta në Çadër, ndërkohë majoranca që vazhdon aktivitetin e saj në parlament, duket sikur ka dhe një angazhim kohët e fundit edhe të ndërkombëtarëve për t'i dhënë një zgjidhje, edhe pse palet duken larg një marrëveshje. Zoti Basha ndodhet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vizita me ndërkombëtarët dhe është krijuar, le të themi, një ide të paktën, është hedhur që mund të kemi edhe një angazhim më intensiv ose një zgjidhje nga jashtë nga ndërkombëtarët. A mendoni se ndërkombëtarët do të mbështesnin një qeveri teknike për t'i dhënë zgjidhje kësaj situate, e cila për të thënë vërtetën ka kosto dhe do të ketë, veçanërisht sa i përket reformës në drejtësi dhe vettingut? Atëherë, ndërkombëtarët kanë folur pastër dhe qartë. Zonja Mogherini, kur ishte në Tiranë, gjatë vizitës së saj zyrtare në Tiranë, pastër dhe qartë dhe shumë koncize tha, opozita duhet kthehet në parlament të vazhdojë jetën parlamentare, ku parlamenti është e vetmi arenë ku përplasen idet ndërmjet majorancës dhe opozitës dhe vetëm në interes të qytetarëve duhet të ktheheni atje, pasi vettingu është hapi për të cilët do të hapen negociatat më pas me Bashkimin Evropian. Përsa i përket qeverisë teknike, majoranca e sotme, qeveria e sotme, ka bërë një kontratë me qytetarët në qershor të 2013 dhe kjo kontratë përfundon në 18 qershor të 2017, ku ne do të shkojmë në zgjedhje të përballemi për çfarë kishim premtuar, çfarë kemi realizuar dhe kemi shumë për të thënë për çfarë kemi bërë. Por ama kemi dhe shumë për të thënë për ato që duhet përmirësojmë dhe çfarë duhet të bëjmë për 2017-ën. Opozita në këto zgjedhje për atë 18 qershorit që ju do shkoni të përballeni dhe të jepni, le të themi, përballeni me atë çfarë keni bërë në këtë mandat, opozita thotë se ky rezultat do të jetë i manipuluar. Pra zgjedhjet do të blihen nga aparati e krimit, të drogës e të tjerë. Ju thoni ndërkohë të kundërtën, që vota nuk do të vidhet, po mbi çfarë garancie thoni ju këtë? Në kohën kur nuk është bërë një reformë zgjedhore, kur nuk janë bërë ndryshime në kod zgjedhor, kur të gjitha problemet e çdo pas zgjedhjeve që vinë nga USB o diri ekzistojnë ende, çfarë garancie kanë shqiptarët që kjo votë nuk do të vidhet? Atëherë, nëse opozita do të kishte interes për sa i përket zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, do të merrte pjesë në komisionin për reformën zgjedhore, dhe nëse do të kishte propozime për ndryshimet në kod, do t'i kishte sjellë. Draft propozimet e Partisë Socialiste që janë në respektim të gjitha rekomandimet ose OSBE-dirit janë në tavolinën e opozitës që në nëntor të 2016. Që ka paraqitur në komision? Nuk ka ardhur asnjë propozim nga Partia Demokratike, madje kanë munguar në komision. Thirrjet tona të herpashershme për dialog, për diskutime, kanë rënë në vesh të shurdët. Atëherë që në nëntor, draft propozimet e Partisë Socialiste, të cilat janë në përgjigje të gjitha rekomandimeve të OSBE-dirit, janë në tavolinën e tyre. Asnjëherë nuk ka patur një kundër propozim ose një draft nga Partia Demokratike. Ndërkohë që flasim për zgjedhjet të lira të ndershme. Zgjedhjet e para të lira të ndershme parlamentare që Partia Socialiste dhe kjo majorancë sotme do të jetë në drejtim, janë të 2017. Si mund të flasim për një fakt i cili ende nuk ka ndodhur? Nga ana tjetër, si mundet, jemi një vend në cilin nuk është majoranca apo qeveria e cila drejton apo menaxhon
komplet pjesën e zgjedhjeve, procesin zgjedhor. Por është Komisioni Qendror Zgjedhor. Komisioni Qendror Zgjedhor është i përbërë 4 veta nga majoranca dhe 3 antar janë të opozitës. Asnjë vendim i cili ka të bëjë me rezultatet zgjedhore nuk merret pa një shumicë të cilësuar. Pra nga 5 në 7 antar, pra do të thotë që duhet kemi dhe konsensusin e opozitës. E njëjta gjë ndodh në të gjitha komisionet zonale të administrimit zgjedhor, që nuk merret asnjë vendim nëse nuk kemi konsensusin e antarit të opozitës. Atëherë, për çfarë jemi duke folur? Për një fakt të cili ende nuk ka ndodhur. Ndërkohë, le të themi, është një përgjegjësi e majorancës për të krijuar ose për të gjetur një marrëveshje, edhe pse opozita në një farë mënyrë apo edhe ekspertët kanë thënë që është trajtuar disi gjithmonë me një indiferencë nga ana e majorancës. Megjithatë, çfarë kosti do të kishte një qeveri teknike që ju e refuzoni kaq shumë? Cila është kjo kost? Atëherë, për pjesën e dialogut munguar, më duhet t'ju them që kryetari i Partisë Socialiste dhe njëherëzi dhe kryeministri i Shqipërisë ka bërë ftesë për dialog me kryetarin e opozitës disa herë. Madje ka propozuar dhe të shkojë vetë ai personalisht në çadrën e ngujimit të tyre për të diskutuar dhe për dialoguar për sa i përket këtij ngërçi politik. Por me qëllimin e vetëm që do të pranohet çdo lloj propozimi i cili nuk bie ndesh me propozimet tona që vinë në respektim të OSBE-ut. Po çfarë kërkesë është kjo kur që në propozim, po që se më do më dëgjoni pak me vëmendje, ju janë të dyja palët njësoj, nuk e kam vetëm me majorancë. Jo, do më duhet të dëgjoni. Çdo propozim i tyre duhet të jetë në respektim të OSBE, rekomandimit të OSBE-ut direkt. Këtu ku ti referoheni për shembull? Çdo propozimi që kërkojnë, votimit elektronik, votimi elektronik nuk kanë qeveria teknike, nuk është një rekomandim nga OSBE-u deri, dhe ndërkohë mendoj që një qeveri teknike, çfarë do të ndryshojë nga qeveria e sotme? Janë bërë në këtë formë. Kryeministri Edi Rama thotë, diskutojmë për çfarë të doni, por qeveri teknike harojeni. Dhe zoti Lulzim Basha nga ana tjetër thotë, jam gati për dialog, por vetëm me një kush, qeveri teknike. Tani në këtë mes, sipas jush, kush është pala e cila duhet të lëshoj apo të bëjë një propozim që të jetë edhe i pranueshëm për shembull nga opozita? Unë jam e bindur që pala në të cilën ne duhet të kemi, duhet jemi në përgjigje të interesit tyre është populli shqiptar. Nuk është opozita as në një parti tjetër e cila në varësi të interesave partjak të tyre dhe të interesave të veçantë të një kaste politikanësh do të pengoj të gjitha këto reforma dhe do të pengoj atë që është ardhmja e Shqipërisë. Të jeni të bindur për një gjë, çfarëdo që kemi bërë, çfarëdo që është bërë një hap përpara në përgjigje dhe në zbatim të programit elektoral, programit qeverisë së Partisë Socialiste të majorancës, ka qenë një përbaltje e vazhdueshme nga opozita. Ne kemi një kontratë me qytetarët, nuk e kemi kontratën me opozitën, kështu që nuk kemi përse të kalojmë në një qeveri teknike përsa i përket një çështje, sikur është çështja e vettingut apo çështja e reformës në drejtësi. Asgjë nuk ka të bëjë. A ja vlen të bëhet kjo sakrificë zonja Gjylameti në kohën kur le të themi ju jeni në fund të mandatit, kanë mbetur pak muaj dhe kontrata është në përfundim. Në një farë mënyrë ju jeni përballur me rezultatet tuaja, keni mbajtur, s'keni mbajtur premtimet, kjo do jepet në votën e 18 qershorit. Por duke qenë se kemi një proces shumë delikat në ngërsh, siç është vettingu, i cili ka bllokuar dhe reformën tërësi të drejtësisë, nuk mund të bëheshte kjo sakrificë vetëm për këtë gjë që vërtet ndërkombëtarët mendojnë dhe e rekomandojnë që të ecë përpara, që të zhbllokohet vettingu me qëllim që të hapen dhe negociatat në shtator? Pikërisht, që të zhbllokohet vettingu duhet vinë në parlament. Që të vinë në parlament duhet të pranojnë faktin që çfarëdo që janë duke bërë në atë çadër, janë thjesht duke mbrojtur pikërisht ata për të cilët janë atë në atë çadër. Ne kemi një sistem të drejtësisë totalisht të korruptuar, një sistem drejtësie të cilët edhe sot që flasim janë pikërisht të mbrojtur në atë çadër, që është çadra e bllokimit të gjitha reformave në Shqipëri. Sot kanë arritur në pikën që është një tjetër justifikim për ta arritur, sepse nuk kanë ofertë me çfarë të përballen në 18 qershor. Pyetja e fundit dhe shkurtimisht ju thoni do të shkojmë në zgjedhje edhe pa opozitën. Sa normale është kjo? Në një vend demokratik dhe në një vend ku opozita dhe majoranca janë në përgjigje të interesave të qytetarëve dhe përfaqësojnë qytetarët, kjo nuk duhet jetë normale. Por në një vend të tillë sikundër është Shqipëria, ku opozita është vetëm për të mbrojtur interesat e tyre dhe atyre gjyqtarëve që do të mbrojnë nëpërmjet bllokimit, unë besoj që ne duhet jemi në përgjigje të interesave të qytetarëve. 18 qershori nuk është një datë e cila e përcakton majoranca, është një datë ku
populli duhet votoj dhe të zgjedhë atë që do ta përfaqësoj më mirë, si kundër ka bërë çdo herë që është dhënë mundësia. Dhe është data e përballjes. Nuk është data e bllokimit, por është data e përballjes. Falenderoj që ishit në studio. Faleminderit ju.